Nisma e qeverisë për të nxitur investime në zonat malore përmes paketës së maleve ka ngjallur interes të dukshëm edhe në Mirdit. Sipas të dhënave, janë mbi 200 aplikime të shtrirura në të gjitha njësitë administrative të kësaj bashkie. Pjesa më e madhe banorë të larguar që duan të rikthehen dhe të investojnë në vendlindje. Interesi më i lartë është për projektet në bujtina, agroturizëm dhe në sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë. Kryetari i Bashkisë Mirdit, Albert Mëlyshi, thotë se kjo iniciativë është një mënyrë e mirë për zhvillimin ekonomik dhe turistik të zonës, duke shtuar se përfitues do të jenë vetëm vendasit. Sot kemi në Bashkinë Mirdit afërsisht 200 e më shumë aplikime. Tani secili prej aplikimeve duhet parë dhe duhet marrë një nga një, sepse mund të jenë edhe të paqartë në mënyrën se si do vazhdojë dhe do trajtohet. Dhe në këtë mënyrë ka një interes realisht që vetë mirëtor dhe emigrant që duhet të kthehen, familje tradicionale që duhet të restaurojnë baneset e vjetra tip që janë kullat dhe t'i kthejnë ato në bujtina, në agroturizme etj. Përfitues janë ata të cilët janë posedues jo pronar, pra që të thotë që e kanë për në tyre të trashëguar, por thjesht nuk kanë certifikimin, pra certifikatën e pronësisë. Dhe nuk mund tjetë askush tjetër ndërhyrës në këtë pjesë përveç se mirëditorët cilët i kanë trashëguar të prona. Përballë interesit të shtuar për paketën e maleve, Bashkia Mirdit i kërkoi qeverisë që ta mbështesë me investime në infrastrukturë, e cila ka degraduar në disa zona. Vëmendja e pushtetit qendror dhe pushtetit lokal do të jetë tek infrastruktura. Që zhvillohet një zonë, sidomos për flasim për zona malore, që nuk kanë infrastrukturë rrugore, dhe shpesh në disa prej tyre ka edhe mangësi ose mungesë të linjave të rregullta të energjisë elektrike, që janë investime domosdoshmërisht që duhet ndikohet nga shteti. Absolutisht që kërkon vëmendje të shtuar të qeverisë, kryesisht pra duke marrë parasysh që të ardhurat, burimet financiare janë të qeverisë të mundshme për të realizu këto projekte, të cilat janë jetike për të zhvilluar në mënyrë që turizmi dhe këto familje që kanë shprehur interes të mund të investojnë. Në bazë të numrit më të lartë të aplikimeve për paketën e maleve, Bashkia Mirdit ka përcaktuar 7 zona prioritare për zhvillimin ekonomik, industrial dhe turistik.